Prokuria Themlore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda me datë 3 tetor 2025 kanë ngritur akus kundër të panderëve Ardita Balaj, Edila Çupella, Floria Selimi, Sabit Muzaqi dhe Vjollca Vishaj, sepse kanë kryer veprën penale marrja e shkretit nga neni 4 dini paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. E konsideroni vetën fajtore apo pafajshme? Jo, pafajshme. Pafajshme. E konsideroj vetën të pafajshme. Të pafajshme. Pafajshme. E konsideroni vetën fajtore apo pafajshme për vetën penale që na fizoni? Po. Okej. Prokuror, forma urezën e faturën. Ndërruar kryetar, ndërruar avokat, pranishëm. Prokuria Themlore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda me datë 3 tetor 2025 kanë ngritur akus kundër të panderëve Ardita Balaj, Edila Çupella, Floria Selimi, Sabit Muzaqi dhe Vjollca Vishaj, sepse e pandera Ardita Balaj me datë 19/05/2025, rrethorës 11 në Prishtinë, në ambientet e oborrit të stacionit të autobusëve, përkatësisht në vetur, e pandera Ardita Balaj, duke pasur cilësinë e personit zyrtar, instruktore në autoshkollën AFA BC1, pas pretendimet për marrëveshje paraprake kinse me ekzaminerin e caktuar nga MMPHI për zhvillimin e testit praktik ARDIT në mënyrë të drejtë për drejtë dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasore për vete, duke vepruar në kundërshtim me detyrat e saj zyrtare të përcaktuara në nenin 3 paragrafi 1.9 e ligjit për patent shefer dhe nenin 31 të udhëzimit administrativ numër 19/2017 për instruktor shofer nga e dëmtuara Erza Vitia, kandidate për pajisje me patent shefer, ka marrë dobim pastrore në shumën për 200 euro me qëllim që të njëjtës të mundsohet kalimi i testit praktik të vëzhgjetjes nga ekzamineri i pyetës dhe pasi që e dëmtuara kishte dhënë para dhe kaluar testin, e pandera është larguar nga vendi i ngjarjes të panderëve Floria Selimi, Edila Çupella, Sabit Muzaqi dhe Vjollca Vishaj. Nga data 01/04/2025 deri me datën 29/04/2025 në Prishtinë dhe Obiliq, të panderit Edila Çupella, Floria Selimi, Sabit Muzaqi dhe Vjollca Vishaj, duke pasur cilësinë e personave zyrtar dhe kompetent pranë MMPHI, si e duke vepruar në bashkëkrye, kanë tejkaluar kompetencat e tyre me qëllim të përfitimit të dobisë pasore për vete dhe për autoshkollën AFA BCI në atë mënyrë që 1. E pandera Floria Selimi, me datë 01/04/2025, rrethorës 18:40, duke qenë në cilësinë e inspektorës në departamentin e autoshkollave, me qëllim të mundësimit të licencimit të autoshkollës AFA BCI, pa plotësuar kushtet ligjore, duke vepruar me dashje dhe me dyeni në tejkalim të detyrave dhe kompetencave të saj ligjore, të përcaktuara me nenin 126 të ligjit për patent shefer, nenin 17 të rregullorës për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Infrastrukturës, ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, me qëllim të përfitimit të dobisë pasore për vete dhe për autoshkollën AFA BC1, ka zhvilluar komunikim fizik dhe nëpërmjet telefonit me nën kryetarin e komisionit për licencim, tani panderët Edila Çupella, dhe ka komunikuar përmes telefonit duke u takuar në zyrën e autoshkollës pas pararit të rregullt të punës, me palën aplikuese Ardita Balaj, si përfaqësuese e autoshkollës së Racekur, me qëllim të plotësimit dhe përgatitjes së dokumentacionit për licencim, veprime këto të cilat i kanë paraprit procedurës së licencimit pa plotësuar kushtet ligjore nga ana e komisionit, të panderët Edila Çupella, Sabit Muzaqi dhe Vjollca Vishaj. Me datë 04/04/2025, duke qenë në qelësi të komisionit për shqyrtim dhe vendosje, lidhur me kërkesat për licencim dhe ndërrim të kushteve hapësinore të autoshkollave. Përkatësisht Edila Çupella në pozitën e kryetarës, Sabit Muzaqi dhe Vjollca Vishaj në pozitën e anëtarëve të komisionit, në bashkëhyrje dhe me dashje, kanë tejkaluar kompetencat dhe detyrimet e tyre ligjore, të përcaktuara me nenin 28 paragrafi 1.3 të rregullorës 16/2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Infrastrukturës, me nenin 4, paragrafi 4, nenin 5, nenin 6, paragrafi 1, të ligjit për patent shofer, nenin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, paragrafi 2, nenin 13, nenin 20, paragrafi 1 dhe 3 të udhëzimit administrativ 16/2023 për licencimin e autoshkollave, nenin 6 dhe 7 të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, me qëllim të përfitimit të dobisë pasore për vete dhe për autoshkollën AFA BC1. Në atë mënyrë që fillimisht Edila Çupella
në mënyrë të vazhdueshme para dhe gjatë procedurës së aplikimit, komunikon me palën aplikuese, tanet të panderën Ardita Balaj dhe inspektorën departamentit të autoshkollave, tanet të panderën Floria Selimi. E konsideron vetën fajtore apo të pafajshme? Pafajshme. Pafajshme. Mirë, shfarë shumë. E dita, e dëgjove akuzën që në dëgjoj prokurori shtetit, a ki kuptu? Ku e kuptu? Ki nevojë për sqarim e shtesë, e konsideroni vetën fajtore apo të pafajshme? E konsideroj vetëm të pafajshme. Të pafajshme. Mirë, mundë. Faleminderit. Florie, e dëgjut akuzën që në dëgjoj prokurori shtetit, a keni kuptu? A keni nevojë për sqarim e shtesë? E konsideroni vetën fajtore apo të pafajshme? Jo asfak. Pafajshme. Pafajshme. Mirë, mundin. Sa vetë e dëgjut akuzën që në dëgjoj prokurorin, e kuptu. Keni nevojë për sqarim e shtesë? Jo. E konsideroni vetën fajtore apo të pafajshme? Pafajshme. Mirë, mundin. Jot, e dëgjut akuzën që në dëgjoj prokurorin, a keni kuptu? A keni nevojë për sqarim e shtesë? Jo. E konsideroni vetën fajtore apo të pafajshme për vetën penale që në akuzoni? Mirë.